Vlora e njohur për ullirin e saj shekullor, po përballet me një rënje të ndjeshme të prodhimit këtë vit. Në Kanin, ku ndodhen mbi 70.000 ullin të vjetër dhe 120 të rënj gjithsej, fermerët thonë se po përballen me kosto të larta dhe mungesë mbështetjeje. Varieteti autokton kaniniot, unik për këtë zonë, por rrezikon të humbas vlerën e tij për shkak të mungesës së certifikimit dhe përzierjeve të pandershme në treg. Vaji vendas shpesh përzihet me produkte të importuara më të lira, ndërsa mungesa e kontrolleve ka ulur besimin e konsumatorëve. Në tregu vendas, vaji grek dhe italian me çmime konkurruese dhe certifikim origjinal po dominon, duke lënë pas prodhuesit vendas që mezi mbijetojnë. Fermerët thonë se pavarësisht cilësisë së lartë të vajit të kaninës, fitimi mbetet minimal. Këtë vit prodhimi në vitet e kaluara është më i pakët për arsye të klimatike, edhe ulliri kaniot nuk është në prodhimin e dur, për arsye se jep një në 3 vjet prodhon ulliri kaniot. Pastaj kemi edhe ullirin argëlidhi, i cili jep vit për vit, po nuk është përsëri në parametrat e dura për shkak të klimës. Ka një rënje po themi deri në sa përqindje? Deri në 70% rënjes në vitin e kaluar. Sjell pasojë ekonomike në zonën tonë se ne me këtë mbahemi me ulliri, me vajin e gjithë zonën e Kaninës. Është një faktor shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm ekonomik për zonën tonë. Kam pak vite, kam qenë emigrim. Ka ardhur përsëri në vendlidhje. Po, dhe kam vendosur që mos të ikim më. Pse? Po për shumë arsye, nuk ka si vendi jot. Ka mundësira, po do dhe pak ndihmë. Që do të thotë? Ne s'kemi asnjë ndihmë në shtetje, këto. Për këto produktet vendas. Po për këto produktet për ullirin, se ne zakonisht Kanina është që bazohet më shumë te ulliri. Po rrugë nuk kemi, siç e shikoni ju keni ardhur dhe ju në këmbë. Po. Është terren i vështirë. Do makina, mjete bujësore, naftnes dhe tregu ne se kemi të sigurt. Çfarë ju konkuron më shumë dhe ku është, le të themi? Shiko, ulliri kaliniot nuk është në prodhimin e dur këtë vit dhe janë shumë varietete që ulin çmimin e ullirit kaliniot. Po Frantojo, Korone, çdo lloj zona të ndryshme. Ulliri kaliniot është me vlera shumë të larta, por nuk kemi treg. Na mungon dhe tregu. Patjetër na mungon shumë tregu. Nuk keni vite që Unë kam rreth 4-5 vjet që merrem me ulli, kam marrë dhe të tjera me qera dhe këtë vit jemi shumë dobët, nuk është prodhim i dur. Siko vjet ishte që kishte pak prodhim, po jo në kapacitetet dur. Ekspertët paralajmëron se ulliri i Vlorës nuk duhet të mbetet vetëm një kujtim historik, por të kthehet në një markë krenarie kombëtare, që mund të promovojë zhvillimin rural dhe ekonomik të zonës.